Policia e shtetit feston 113 vjetorin e krijimit dhe kryepolici Ilir Proda uroi punonjësit duke përshkruar policinë si gur themeli të rendit, ligjit dhe stabilitetit shoqëror, por edhe si simboli i bashkimit kombëtar. Në ceremoninë përkujtimore, Proda ishte i shoqëruar nga kreu i SPAK-ut Klodian Brau dhe kreu i BKH-s Joni Keta. Ai theksoi sfidat e përditshme të policisë, por gjithashtu angazhimin e vazhdueshëm për të qenë në shërbim të qytetarëve. Organizata jonë nuk është perfekte, ashtu si dhe ne nuk jemi të tillë, por të gjithë jemi në një sfidë të përditshme, sfidë me veten, sfidë me standardet, sfidë me pritshmëritë për të mësuar nga gabimet dhe për të përmirësuar ditë pas dite. Mos harroni të dashur kolegë sakrificën e përditshme. Ju jeni aty kur asnjë tjetër nuk është. Në diell, shi, dëbor, ju jeni telefonata e parë e çdo problemi. Jeni modest në misionin tuaj, por gjithmonë prezent. Çdo operacion, çdo mision dhe çdo angazhim është provë se ligji nuk është thjesht një normë, por një realitet i prekshëm për qytetarët. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Gjatë ceremonisë u nderuan 231 efektiv që humbën jetën në krye të detyrës, duke e bërë një pikë referimi për misionin e policisë së shtetit. Certifikata mirënjohje u ndan gjithashtu për disa figura të policisë për arritje të dalluara gjatë vitit kaluar. Një urim për policinë e shtetit pati edhe kryeministri Edi Rama, i cili përmes një videoje të publikuar në Facebook vlerësoi punën e efektivëve dhe angazhimin e tyre në shërbim të qytetarëve çdo ditë.